Të dhënat e fundit për të diplomuarit në Universitetin Fan Stilianoli në Korçë tregojnë një rritje të përfshirjes së tyre në tregun e punës, veçanërisht pas përfundimit të ciklit të dytë të studimeve. Ecuria pozitive vjet re edhe në nivelin e përgjithshëm të universitetit, duke treguar një përmirësim të mundësive të integrimit profesional të diplomuarve. Në vitin akademik 2023-2024 kemi patur 56% të punësuar, ndërsa për vitin akademik 2024-2025 kjo përqindje ka arritur në 58%. Sigurisht kjo ndryshon në varësi të fakulteteve dhe programeve të studimit, megjithatë të gjitha të dhënat në tërësi na japin një tendencë pozitive të integrimit të tyre në tregun e punës. Rritjen më të ndjeshme kanë shënuar Fakulteti i Bujqësisë, ku rreth 78% të diplomuarve janë të punësuar, dhe Fakulteti i Ekonomisë me rreth 68%. Sipas të dhënave, disa programe studimi kanë regjistruar gjithashtu nivele të larta punësimi. Nëse do flasim në nivel programesh, do të mund të përmendim edhe programe me 100% punësim, siç është etika dhe leadershipi nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane, kulturë, media dhe editim me 83.3% të punësuar, që i përket Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, gjithashtu te programi Financë Kontabilitet me 77.6% të punësuar, gjithashtu nga Fakulteti i Bujqësisë kemi po ashtu programe me 100% punësim, siç është inxhinieria agrare dhe menaxhimi i qëndrueshëm në agroturizëm. Të dhënat e punësimit shihen si një tregues i rëndësishëm për përshtatjen e programeve universitare me nevojat e tregut. Universiteti Fan Stilianoli vijon të synojë përgatitjen e profesionistëve të kualifikuar dhe forcimin e lidhjes mes arsimit të lartë dhe tregut të punës.